shkon jetimt, është shteti më i mirë të Zotit, është shoqënia më e mirë të Zotit. Ndërsa ajo shoqëni që ka jetim, edhe i nënçmon jetim, i përpuz jetim, dhe nuk i jep hakun jetimve, ajo është shoqëni më e ulët të Zotit, shoqënia më e keqe të Zotit. Nëse feja jonë islame, profetin e saj e ka pas jetim, a guxojnë i thartë e kësaj feje me haru jetimin? A guxojnë i thartë e kësaj feje me diskriminu jetimin? A guxojnë njerëz që pasus të Muhamedit e pasojnë sunetin e tij, të e dinë vazhdueshëm që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte jetim. Edhe fakti që ishte jetim e përgdheli Zoti më shumë se çdo pejgamber tjetër. Edhe i tha: "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." S'ka hiq Zoti kur dorë prej teje o Muhammed. Se ti je jetim. Nuk hiq Zoti dorë prej teje kur, sepse pejgamberi alayhis salam thuhet, transmetohet të këtë thonë, kur jetimi ka në tokë, kur jetimi ka në tokë, dridhet arshi Zotit në qiell. Edhe Allahu i pyet me laqet, kush është ai që guxon me aqit lët jetimit kur unë ja kom varros dy prind? Kush guxon me qit lët jetimit kur unë ja kam varros dy prind? Dëshmoni o me lajket e mi, se ai njeri që janë lotin jetimit, edhe ai njeri që e knaq jetimin, ju një dëshmitarët e mi se në ditë kiametit kom e knaq edhe kom jalon të nëtë. Të dashur vëllezër, nuk guxojmë na besimtarët sot me leju me ardhë njerëz për krejt botës më na u përkujdes për jetima na këtu. Ka ardhur koha që gjithë bashkë më përkujdes për jetimat e vendit tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, transmeton Buhariu: ai i cili kujdeset për familjen e jetimit ose për një jetim, e ka shpërblimin të Zotit sikur me pas luftu në rrugt të Allahut, sikur me pas agjëru çdo ditë, edhe sikur me pas fol çdo natë. Hadithi sahih në koleksion e Buhariut. Betohet të këtë thonë sallallahu alaihi wasallam: derisa qilsha derin me hinë xhennet, sepse unë i pari jam ai që ka me hynë xhennet. E unë jam i pari, njeriu i parë që ka me hap derën e xhennetit. Derisa isha të qelë derën e xhennetit, e do isha me hinë xhennet, mu ofru një kru, edhe aja po dënë me mu me hinë xhennet. E kur ofru të dera e xhennetit, e po do me hi bashkë me mu në xhennet, aja gruja, u ktheva i thash: kush je ti oj motër? Kush je ti që po do me hi para pejgamberit xhennet? Aja ma kthe mu më tha: unë jam një gru, jetën time ja ku më fal jetimo. Unë jam një gru që krejt jetën e ku më kurban për jetima. Edhe sot erdhi koha me hi xhennet me ty. Je vetë me njërin në botë që kur të ledhatohet koka ti ka se vopë është jetimi. Edhe koka ti kur ledhatohet na ecë shpërblimet, sepse shumë jetim nuk kanë nevojë për pare, nuk kanë nevojë për veshmbathje. Shumë jetim kanë nevojë për përgdhelje, sepse ajo ju mungon kjo shoqëni në cilën po jetojmë. Wa amma al-yatime fala taqhar. Mos e nënçmon jetimin, mos e perol jetimin. Nëse s'moni me rimu, mos e nënçmoni. Nëse minimumi që ka muni me mo është përgdhelne, folën e fjallë të mirë. Qafne, përqafne, se a i ka nevojë për përqafë, se i mungon përqafja babës. Ati i mungon përqafja nanës. Ka arë koha, dashur vëllezër, kush ka mundësi prej nesh u kujdes për një jetim, e mos me dalë për i kësaj bote për pas shpërblimin e kujdesis për një jetim. Krejt këti muhabeti që sot e bënëm është, inshallah do në Zoti që kur shohim jetim, edhe kur flasim për jetim, kur që mos në ndodh, inshallah zemrë në uzbutet. Inshallah Zot, kur flasim për jetim, edhe kur i shohim jetim, minimumi, le të na zbuten zemrat. Selamu alaikum wa rahmatullahi.